28 vjet më parë do të shënohej një nga momentet më të rëndësishme dhe dramatike të historisë së Kosovës. Qëndresa e familjes Jashari në Prekaz, më 5, 6 e 7 mars të 1998 u kthye në moment kulmor që frymëzoi kombin. Distanca kohore nuk ka rëndësi nga se aroma e dhimbjes e krenarisë është prezente në çdo përvjetor. Edhe si vjet, kur midis përkujtimesh, arti u bë mënyrë e fuqishme për ta përkujtuar historinë dhe për të reflektuar. Në përkujtim të 36 orshit të Prekazit dhe bashkë me zjarrin që ndizet çdo vit në Prekaz, artistë të gjitha trevave janë bashkuar në ekspozitën kolektive 36 orë në Galerinë Qahili, që ndërthur pikturën, muzikën dhe format e tjera arti. Ka sjell një përjetim artistik të një prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare. E konceptuar si një udhëpërshkrim i sakrificës, krenarisë dhe dhimbjes, ekspozita fillon që jashtë pragut të galerisë, me zjarret e ndezura jashtë hapësirës ekspozuese. Flakët, simboli qëndresës dhe i thirrjes për liri, e përgatisin vizitorin për një përballje të thellë me historinë. Por edhe në hapësirën jashtë, veç se ndeshet me të, aty janë projektuar imazhet lëvizëse të heronjëve të kombit, Adem e Hamës Jashari, sikurse edhe vepra e artistit Eshraf Qahili, Kosovë, gjaku im që nuk falet, e emërtuar sipas poezisë së Ali Podrimës. Artisti Qahili ka bërë me dije se vepra është pjesë e një cikli krijimesh të realizuara ndër vite në forma të ndryshme artistike si vizatim, piktur, skulptur dhe jo vetëm, që trajtojnë të njëjtën temë. Është një nga veprat e mia, e cila është Kosova gjaku im që nuk falet, e kum prezantu për jashtë, e cila lidhet në kuadër të atmosferës të këtyre 3 ditëve. Pra, nuk është bërë enkas ajo, por është një punë që cilën unë e kum pas në fondin tim. Edhe besoj që e lidhet me ngjarjen e cila ka ndodhur. Dhe fillojmë pra me Kosova gjaku im që nuk falet dhe pastaj hyjmë brenda me punët e studentave, punët e shumë artistave, matria më të vjetër dhe nga gjithë nga Maqedonia, nga Shqipëria, ka thotë gjithëkombëtare me një mënyrë. Ekspozita kolektive bashkon zëra të ndryshëm të artistëve, secili ka qasjen e vet estetike dhe emocionale. Ndonse disa prej temave janë të lidhura drejt për drejt me ngjarjen, e të tjera shfaqin për ditëshmërinë e sotme, të gjitha lidhen me një boshë të përbashkët, kujtimi i rezistencës dhe i sakrificës së heronjëve të fundshekullit. Vepra e artistit Arnor Morina ngjan në abstrakte e mbështjell në kombinim midis ngjyrave të errta dhe të ngrohta, por jo krejt e tillë del të jetë. Qielli që zbret poshtë, edhe malet që në formën që shikom kompozu malet në zjarr, dritën të dalë mrapa edhe qielli të zbrit poshtë, është si me dhëmë përplasja e qiellit me tokën, edhe në mes është na ku jemi 36 orshi jonë i historisë tonë moderne, që mendoj që është një prej datave shumë të rëndësishme tonat, që na sot realisht e kujtojmë me një ekspozitë kolektive, me instalacion, me muzikë. Veprat e krejt artistëve i ka shoqëruar instalacioni zanor me muzikë nga emra të shquar të muzikës, si Vaçe Zela, Nexhmije Pagarusha, Muharrem Qena e shumë të tjerë. Muzika është e miksuar me zhurmën e breshërive të plumbave dhe kjo ka simbolik. Mas krejt qasoj halakomet, që tash që në ty një pushka ndërmjet kongëve është qaj konotacioni që lidhet që ka qenë harmonia, ka qenë lumturia, ja ka njës lufta. Po pa marrë parasysh asaj i kena mbizotru. Njëjta formë është me u reflektu edhe me anë të punimeve. Ka punime, ka fotografi që e tregojnë në mënyrë të drejt për drejt që ato që kena përjetu, po në anën tjetër ka edhe punime që as pak nuk e tregojnë që ato. Po e tregojnë një moment specifik që na si shoqni e kena, që i kena pasu se dhe i kena me pas tani.
Derisa ka folur për rëndësinë e trajtimit të temës së luftës me art, ka thënë se prej gjithë ditëve të vitit, 5, 6 e 7 marsi janë më të rëndësishme të popullit. Që ato 3 ditë ku gjithë shka ka bojo mon, gjithë shka ka ndru sa i përket historisë tonë. Si shoqni, nuk menoj që çdo i falenderohemi në një mënyrë të duhur krejt atyre që janë fliju edhe që kanë përjetu në mënyrë të drejtë për drejtë me luftën. Jashtë asaj neve që kena përjetu, që kena ikë prej Kosovës, ose të merret si në për kolona të gjata të ezë, ose në për tren të hi, mirë po është një formë me qenë falenderues për çato që neve e kena sot, që ta ndron komplet qasjen se nuk e arë këtu vetë. Pa marrë parasysh çka ka ndodhur, pa marrë parasysh se qysh janë zhvillu në gjardet, në fund ka njerëz që janë fliju, ka familje që janë fliju, edhe na jena falë atyne këto. Është një formë për me rrujt identitetin tonë. Me anë të artit kulturës rruhet historia, me anë të historisë e rrujna identitetin tonë, nëse nuk jena falenderues për çdo atëre. Përmes gjuhës së artit bashkohor, epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës vjen në ekspozitën 36 orë, si kapitull i historisë, e si kujtesë e gjallë e identitetit, sakrificës dhe ëndrave shekullore për liri.